Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish këtë të shtunë lidhur me çështjen e Zvërnecit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë detaje dhe pamje të një projekti në një ishull të Katarit. Rama shprehet se në ishull është punuar një projekt nga dy vëllezër që janë pronar të një konglomerati ndërtimi, të njëjtët që kanë bashkëinvestuar dhe në projektin e Zvërnecit. Ky ishull është në Katar dhe është një ndër destinacionet më të vizituara turistike të lindjes së mesme, i cili administrohet nga brendi prestigjos Anantara. E dini kush e ka zhvilluar? Dy vëllezërit Al Hayat, pikërisht bashkëpronarët e konglomeratit Power Holding, blerësit e tokës private dhe bashkëinvestorët e projektit të Zvërnecit. Tani kujtja ha mendja se një kompani si Power Holding vjen në Shqipëri të shkatërrojë reputacionin e vet me budalliqet që thuhet për projektin. Nuk kemi ç'si bëjmë, po budallëku që e ka lënë këtë vend mbrapa bote 100 vite, nuk ka për të marrë dot peng Shqipërinë europiane dhe turistike. Power International Holding është një konglomerat nga Katari me më shumë se 400 kompani të organizuara në 6 sektor kryesor të ekonomisë me një portofol të vlerësuar afërsisht $40 miliardë. Ka më shumë se 65.000 të punësuar dhe operon në 25 vende të botës, shkruan Rama.